Alpet janë një pasuri e veçantë në biodiversitetin dhe kulturën shqiptare. Studiuesit e bankës gjenetike po eksplorojnë zonën duke koleksionuar varietetet më me vlerë për t'u kthyer banorëve në funksion të zhvillimit të agroturizmit. Me përmirësimin e infrastrukturës rrugore, fermerët e zonave të njohura si Vermoshi, Thethi dhe Valbona po apelojnë për mbështetje në ruajtjen dhe zhvillimin e produkteve tradicionale të zonës së Alpeve. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti kronikën. Zona e Alpeve me Vermoshin, Thethin dhe Valbonën përbën një pasuri të çmuar natyrore dhe kulturore në Shqipëri. Profesor Fetaj Elezi, që drejton Bankën Gjenetike në Universitetin Bujqësor të Tiranës, thotë se Alpet e Shqipërisë përmbajnë edhe një pasuri të rrallë për sa i përket varieteteve autoktone. Ai shton se profesorët e Bankës Gjenetike kanë eksploruar zonën e Alpeve duke gjetur varietetet më me vlerë, duke i koleksionuar dhe studiuar ato. Pikërisht në zonën e shkrelit, të Dukagjinit, Kelmendit, gjendet një pasuri e madhe kombëtare, veçanërisht për bimët që përdoren për ushqim nga njeriu. Jo vetëm kaq, po edhe për të bimëve aromatike mjekësore. Kjo pasuri që po studiohet, ne duhet sa më shpejt e para ta ruajmë të mos zhduket dhe dyta ta kthejmë të përdoret nga fermerët e kësaj zone. Kolgjoni është banor i luginës së Valbonës, ku vitet e fundit pas investimeve në infrastrukturën rrugore, po zhvillohet me shpejtësi turizmi malor. Vet Kola ka kthyer banesën e tij në një bujtim për turistët, por ai shton se për të zhvilluar më tej turizmin malor në Valbon, kërkohet të mbështeten prodhimet vendase. Duke pas se gjithë bota sot po kërkon me të madhe ushqimin bio, kërkoj që aty ku punohet, qoftë të prodhimet elektorale, qoftë të prodhimet bujqësore, në bazë mundësive që kanë shoqatat e ndryshme dhe vetë shteti, qoftë të bujqësia, qoftë të blegtoria, të vënë dorë për subvencionim që të nxisin popullin për prodhimet sa më shumë bio dhe vendase. Fermeri Leknika nga zona turistike e Thethit merret kryesisht me blegtori dhe turizëm familjar. Për të Thethi është zona më e bukur e veriut, pasi duke nisur nga lartësia 500 metër mbi nivelin e detit e deri në majën e Jezercës është plot me kullota alpine që sipas tij favorizojnë zhvillimin e blegtorisë dhe agroturizmit. Por ai shton se shteti dhe shoqatat duhet të mbështesin më shumë fermerët e kësaj zone. Punë duhet me i bë më shumë në terren se sa në letra. Për shembull kanë thënë po bëjmë stolla moderne. Stolla loja, bëni aplikimet për shembull na nuk kena tapi, s'kena tapi as tok, as i sen shkruame as nga bashkia as nga komuna. Prej më shumë se 2 dekadash, zona e Alpeve ka mbetur thuajse e izoluar për shkak të harresës dhe shkatërrimit të infrastrukturës rrugore. Por vitet e fundit në këtë zonë po bëhen investime për përmirësimin e rrjetit rrugor, gjë që ka shtuar interesimin e vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj për të vizituar Alpet e Shqipërisë, sidomos Valbonën, Thethin dhe Vermoshin. Megjithatë, sipas specialistëve, banorët e Alpeve kanë nevojë për të mbështetur edhe në drejtim të ruajtjes dhe zhvillimit të prodhimeve vendase si një mundësi e mirë për të zhvilluar agroturizmin. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.